përndryshe. Po ndalemi te problemi, jemi në qytetin e Pejës, e tham edhe më herët. Do të thotë kjo pjesa këtu, kjo rruga këtu nëse mundesh Lorent, ka qenë art për me lëviz veturat, edhe me u lidh me rrugën lart. Por projekti që Komuna e Pejës e ka marrë, e ka zbukuru edhe e ka mendu që e lehtëson qarkullimin e veturave, por në fakt kjo nuk ka ndodhur për arsye sepse banorët ankohen çdo ditë që ka prap kolona, po mbesin prap në rrugë. Edhe ankesa që i kemi marrë ne si adresë ankesave janë këto, pikërisht këto shkollët. Me thonë drejtën arta mu projekti më ka pëlqy shumë, se i ka jep Pejës një bukuri krejt ndryshe, po e lavdojmë tash edhe pak para se me dalë të gjanat që po i pengojnë qytetarët. Si projekt është shumë i bukur, edhe projekti ende ka me vazhdu, se shëtitorja që është bo në qytetin e Pejës edhe këto rrugë të bukra dhe të mira, ja kanë shtu hieshin vendit. Por sa i përket këtyre shkollëve, një banor thot, shkollat të cilat po kritikohen janë përkohësisht, pra vetëm për të mundësuar kalimin e qytetarëve në këmbë, por nuk e kanë menduar edhe për personat me nevoja të veçanta. Që do të thotë këto janë shkollat artë, cilët qytetarët po ankohen për këto shkolla, edhe prit se pas kanë gjujt mbeturinë, edhe ti mbledhim, Lorent, ti gjujmë, se duhemi me mësu dhe qytetarët që nuk gjuhen mbeturinat gjithka. Para se mu ankuju për krejt sendet, mbeturinat, apove i prej ka flokt, e pak por e ka to, s'ka lidhje. Arta, këto janë shkolla, do të thot, cilat nuk janë të reguluara, po themi qytetarët ka thënë që nuk janë të reguluara si që duhet dhe mungën, pjesa për personat me nevoja të veçanta ose nënat me karoca. Pra, Diona, këto janë të vendosura përkohësisht sipas ankesës, apo jo? Urna? Këto janë të vendosura përkohësisht, apo jo? Po,